Këtu është horoskopi i shtunë 22 mars 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Disa probleme që ju mundojnë për një kohë të gjatë paksohen. Është bërë pak konfuzion, tani duhet të kuptosh se çfarë dëshiron, e mbi të gjitha kë dëshiron. Demi. Një ngjarje e rëndësishme në lidhje me një njohje të re mund të sjellë në një farë mënyrë shpresa të reja, ose në çdo rast të rrisë dëshirën për të filluar përsëri të besosh në dashuri. Binjaket. Sot do të keni disa dyshime të tjera, duket se lodhja ndihet. Në këtë periudhë nuk ndiheni të lumtur, armiq për të luftuar, jini të kujdesshëm. Gaforja. Mos e merrni lehtë një emocion sepse sot, fal arritjeve të reja dhe stimujve të rinj, mund të shkoni larg. Do të shpërndani dyshimet dhe paqartësitë që ju kanë kushtëzuar në sferën familjare ditët e fundit. Luani. Është e këshillueshme që të matni disponueshmërinë tuaj, pasi ka ende shumë probleme për t'u zgjidhur. Ju humbni shumë kohë me ngatëresa dhe vonesa të paplanifikuara, jini të durueshëm. Virgjeresha. Një situatë shumë e trazuar. Shmangni përplasjet, nuk ndiheni në gjendje të mirë. Ju jeni në ankth. Shtyj gjërat më të rëndësishme deri nesër, lodhja në mbrëmje. Peshorja. Një ditë në rrezik për paratë. Historitë e dashurisë që fillojnë tani duhet të jetohen për atë ditë. Akrepi. Betejat e vogla tashmë mund të kapërcehen në ditët e ardhshme. Dashuritë e sapo lindura tani funksionojnë më mirë. Shigjetari. Sot ndjeni nevojën për të reformuar shumë aspekte të jetës suaj, për të hedhur baza të forta për marrëdhëniet që ju interesojnë më shumë. Ju duhet të pohoni veten, kjo është koha për të mbledhur, ju jeni me vlerë. Bricjapi. Ju duhet ta përdorni këtë ditë për të dalë përpara në dashuri. Nëse keni të bëni me shigjetarin dhe luanin, problemet zgjidhen. Ujori. Kontrolloni palestrën tuaj sepse për ca kohë tani ju keni provuar shumë trupin tuaj. Është e rëndësishme të pastroni disa llogari të papaguara. Peshqit. Nervozizmi dhe ankthi rrjedhin nga fakti që disa njerëz nuk kanë dhënë ende përgjigjet që keni pritur për një kohë të gjatë, në këto kushte është e lehtë të acaroheni. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.